Come on to the best place, Club Mick Albanian. And here it's the place to be. We love you all. Welcome to the club, best place to be. Kjo është ajo fjala, do me thonë që e tregon me vetë vetën, is best place to be. I lirët MC Norway, që i përshëndesim pra këtu. Ja ku i kemi këtu sonte, së bashku me ne pra vice presidentin, do me thonë zavens presidentin edhe sekretarin e klubit. Kështu që do të bisedojmë për aktivitetet 2025, pas kam e qaj atje me tush. Edhe 2025, kështu që kanë ndodhur disa turne, do me thonë, në për kretë Evropën, edhe kanë shku, po ma e mira kanë ndodhur Norvegji, që kanë shku për shembull, që i kanë pas disa musafir, e pastaj kanë pas një gjiro shumë të madhe të bukur, e për ato e kemi edhe sonte musafirët, ku të na tregojnë pak aktivitetet e klubit, edhe të njëjtën kohë aktivitetet e vitit 2025, e sidomos asoj ngjarjes në Norvegji, për shembull, që i kemi. Sonte Sameti është me neve këtu, Samet Zeneli, edhe kemi Florian Bafti, për shembull, ndoshta edhe antari më i ri në klub, tash nuk e di më. Faleminderit shumë që jeni orë sonte, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit për thirrjen në programin tuaj. Është kënaqësi, do të filloj më një herë pak me Florianin, pastaj kthehem te Sameti edhe ekspozitat, ndoshta më thon, po atë ekskursioni që kanë pas gjatë vitit 2025, sidomos verës. Florian, a je antari më i ri? Po, unë edhe vllai jem jena di antar të matëria. Matëri, do me thonë. Ajo është kënaqësia që me Edhe nga mosha edhe më të fundit që i keni marrë jeleku, se do kur bash antar përfiton diçka dhe do të mbrohet ajo, se është simbol krenarie i klubit. Tu do të ndërhyj pak unë, se këto janë më të ri në mosh, por si antar nuk janë më të ri, se këto i kena që nga themelimi që jena angazhu për me e ba klubin i lirët, MC Norway, këto i kena pas në krah prej ditët dhe javët e para, e kështu që këto nuk janë në mosh janë të ri, apo mos si antar nuk janë të ri. Janë pjesë të organizimit të themelimit në organizim. Që ende nuk i kena përgatitur që të marrin originalin, se originali do të thotë që e kena këtu në këtë pjesë, janë vetëm themelusit e klubit që jena dikon 10 apo 11 vetë, mos gaboj me Florianin dhe vllaun e Florianit, Loranin. I dallojmë këto mos Floriani tani ka një rol në klub, po. Cili ishte roli Florianit? Sekretar, unë e kom rolin. E kom përgatitur gjënë me dokumentet e klubit, për kina për shembull ashtu në arangëshemime, pikërisht në kontroll këtë gjëra, të gjithë gjërat në strukturën dhe aspektin kompjuterik, regjistrimin, mbledhjet ato do i mbahet Floriani. Po sa mirë. Do të thonë nuk ka ashtu një klub, kush do mund me ardhur, kush do mund me shku. Ka strukturë, ka sisteme dhe gjithë shka regjistrohet dhe protokollohet. Më thonë ku Floriani rrin gati kësaj pune. Bravo, shumë mirë. Samet, ju keni pas udhëtime ndryshme, Ceko dhe Alushi më herët. Tash ne ishim pjesë organizimit të 5 vjetorit të ekzistimit tuaj, se nuk ishin këto pak vite, ndoshta dikush thot 5 vjet, po 5 vjet kanë qenë shumë sfiduese për ta krijuar një klub tillë, edhe për të arritur qëllimin që ti kompletoni gjitha gjërat sikur që ka nevojë, edhe kërkohet edhe nga ky shtet ku jemi ne, dhe ndoket se është ndërkombëtarisht një kërkesë e tillë që të ekziston një klub i mirëfillt sikur se jeni ju. Ashtu është, ke të drejtë me tush, pikës parit fillojmë që organizimi i 5 vjetorit ishte sfidues, keni qenë ju prezent, na keni përkrah me gjitha mundësitë e juaja, kështu që atë s'dim si të va shpërblejmë ne, si klubi i lirët MC Norway, por duhet të dërgohet lutje në të gjitha institucionet, pikës pari në Bureshlag, nëpërmjet komunës, që do të ketë në këtë datë një zhurmë apo diçka, dhe a do pranohet, as do pranohet. Ajo për ta mbajtur atë festimin vjen dikun mbas një muaji në ka ardhur përgjigje nga komuna dhe Bureshlag e Trosterudit, që është në rregull dhe mund ta mbajmë në atë datë që e caktuam. Atë festën e 5 vjetorit. Edhe kështu që ne mendojmë që dul me sukses
edhe më mirë se që pritshnim të dale, dul më mirë, shumë më mirë se që pritnim, se patëm të ndryshëm misafir që nuk ishin në plan program. Ishte surpriza në atë Ishte surpriza, po, se na erdhën misafir surpriz nga Zvicra që se ne nuk dulëm jashtë Norvegjisë për t'i thirrë si që bën festat e motoristave, për shkakun e vendit ku jena momentalisht, kushtet, për shkaku edhe ekonomien nuk e kena aq, se kur thirën në të ato festat si që janë në vendlitjet tona, si në Kosovë, në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, bëhet dikun fjalë për 500 deri 1000 motorista marrin pjesë në ato festat kur bëhen, kështu që duhet kesh një farë buxheti edhe kesh një mbështetje pi suportimeve që dikush të vije shese apo hamburgera apo ato të bëj reklam atë shitoren apo atë biznesin e tij edhe në kuadër edhe në bashkëpunim me Ilirët e Mse. Musafirët ishin kush motoristë? Musafirët ishin dy vëllezrit që njëri është pe atinve antar më i ri tek ne që e mori Jelekun, janë vëllezrit Osmani, njëri është Sadat Osmani dhe tjetri Ilber Osmani, panojnë Cirit të Zvicrës. Ato erdhën si surprizë. Ilberi është një prej matrive antar që mori Jelekun tek ne. Na bën me një mënyrë antar më shumë si suport. Edhe ka Jelekun, po nuk ka angazhime dhe obligime se e dim në distancën Zvicër-Oslo, nuk mund të marrë pjesë ai mbledhjet që kena ne vetëm për një mbledhje prej atje, po kur i kena çdo mbledhje apo çdo ndryshime që bëhet apo që organizimet që i bëjmë, informohen edhe antarët që i kena jashtë. Se tash jena antar kena edhe në Zvicër, kena në Danimark, edhe shpresojmë të ardhmen në Suedi dhe në Finland, që janë të interesuar shqiptarët motorista, që të na bashkangjiten si Ilirët. E kjo është ajo e mira që MC Ilirët, do me thonë, Norway, përveç se në Norvegji, tash e kanë antarët edhe në Danimark, edhe në Zvicër, edhe ka dale veç po rritën. Ajo që është e mira është që bashkangjitja e këtyre njerëzve, për shembull, është se është një klub serioz, është një klub i mirë, i kanë gjitha strukturat që duhet mi pas për shembull një klub, edhe të njëjtën kohë bashkëpunimi e bën ato të vetën që bashkëpunojnë me gjithë motoristat e këtë botës. Për që ato, ky vit, do me thonë kjo verë që ishte, e kam pas edhe një xhiro të bukur nëpër mund të them kështu nëpër Evropë, edhe në Norvegji, po nalim të ajo e Norvegjisë. Tregona pak atë xhiron e Norvegjisë që e patës së bashku me këta musafirët. Po, Alush, është e vërtet, ti e ceke ke një xhiro në Norvegji, po ne mund të themi jo në Norvegji, po ke në Skandinavi. Ja në përjashtim të Islandës dhe Danimarkës. Se ne e bëm xhiron me prej antarëve tonë kena qenë 6 antarë, dhe kena pas misafir nga Zvicra, një ka qenë antar i plisave të Zvicrës, Adil Morina, dhe edhe një ka qenë që është e free biker Sadat Osmani që ish surpriz të 5 vjetori jonë, edhe kena pas misafir nga kastriotët Ferizajt, që ka marrë rrugtimin i vetëm nga Ferizaj me motorin e vetë në Itali, në Zvicër, prej Zvicre bashkohet me këto të Zvicrës dhe vinë në Oslo, tek ne dhe vazhdojmë gjiron ton për në Nurkap. Është një gjiro që jo motoristat e Evropës, po mund të them që si motoristat e Evropës që e kanë në kokë dhe në një dëshirë që ta bëjnë Route 66 në Amerikë, Amerikanët edhe Evropianët e kanë motoristat dëshirë ta bëjnë çdo kush ta bën Nurkapin, se me të vërtetë është një gjiro që nuk përshkruhet, duhet të përjetosh në motor, se në veturë ose makinë është ndryshe, por me motor është duhet të përjetosh, po është edhe sfiduese, po. Sa kilometra? Është sfiduese. Po total kena po 5200 kilometra tudi rrugët.
Wow. në Nurkap. Plus temperaturat si kanë qenë. Dhe anasjeltës. Rrugtimi ka qenë, kena filluar Oslo, në Sundsvall kena pas punktin e parë në anën jugore të Suedis, aty ka qenë nata e parë, dhe kena vazhduar pastaj për Bregdetin në veri të Suedis. Në Finland, prej Finlande në Finnmark të Norvegjis, dhe kena vazhduar për Alta dhe në Nurkap. Kur jena kthyer nga Nurkapi, jena kthyer gjithë rrugën nga Norvegjia, duke ardhur të poshtë nga Finnmarka, në Tromsø, në Narvik, në Bude, para Budës në Lufutën, i kena shëtitur, kena ecur gjitha ujdesat e Lufutës, edhe kena mbri në Bude, Trondheim, Oslo. Ka qenë një, si të them, një gjiro si e ceka më herët, që duhet të përjetosh, se nuk mjafton të flitet gjithë gjizore. Po, dhe nuk është leta përshtushna atë kur e arrit. 24 orë të flitet nuk mjafton. Është aventurë. Por është një aventurë që ka dhe sfida. Keni pas defekte me motor gjatë udhëtimit apo? Kena pas 2 defekte, që ne për motoristat që janë motorista, duhet t'i keni parasysh që mund të ketë edhe defekte. Po pajisjet për t'i rregulluar vetë keni pas defekte. Edhe motori i ri po qolloi, mund të prishet. Po i rregulluam, nuk patëm problem, dhe erdhëm me ato motora u kthiem pa asnjë shëndoshë mirë, falë Zotit, aksidente nuk patëm. Edhe i keni përjetu me siguri 4 stinët e... Po, i keni përjetu, me fat ishim gjithë pjesën edhe të jugut, edhe të veriut të Suedis, ishte koha me të vërtet fantazi, ngrohet me diell, temperaturat larta, kështu që ishte kënaqësi të jesh në motor. Dalim pak te Floriani tani, a ban se po mendojnë do të shkon ky djali vet tani pastaj atje. Ai keni treguar se nuk është edhe lehtë. Po. Edhe pse po thonë nuk është lehtë për shkruan, po nuk është edhe lehtë të thotë atje. Po Florian, çka shtini ti të jesh pjesë e motorit tash? Pjesë e një makine me 2 rrota. Në kom pas qef për zvogli se motori akon interesant, po se ta marr lenë e rabës, po ti ta mësoj trafikun dhe ta di se si vozitet me kërë shefte, po pasanim me motor, po. Pasanim me motor. Po, për motor akon, si thash, pi për zvogli, kom pas qef, edhe ka shpeci motori, po, ama nuk është ajo gjë më interesant. Motorin është interesant se kur vozitish, e kije i li, nuk pëngon kërkush, vetëm ti, edhe temperaturën nëse është mirë, halama mirë, edhe jo, po... Unë e thash më herë dhe ki edhe të helmetën, e ndoshta pak të kuvizon, po thash më herë dhe ki motorin ma shpejt, jo ma shtrejt, e ki ma shpejt. Pse ke zgjedh motorin ma shpejt e jo ma shtrejt me pushu, do është edhe ma mirë që kuptoj që i kanë motorat, si sa me të tjertë. E presidenti që e përshëndesim atje ku është për pushime. Me motorat e këtive, është pakës më knaqësi, se i e pakës më rahat, më urt, nuk ka qatë që shpejt, nuk ka qatë shumë, si thonë anglisht, torque, nuk kref qatë shumë se që i krefin këto sportajat, se sportajat janë për në pist, po i kanë bo edhe për në rrugë normale. Po shtene kom zjedh motorin se vepi se më duk më interesant, si kom arrit vitet ti për 50 vjet, po t'hipi dhe në Harley, po nuk jo në Harley për këtë gjë i kem 50 vjet, po... Nuk është mosha kufizim. Po, kom pas qef një gjë është pakës me... Po. Ta shiosh atë pak e shpeci. Në bom pakës potere. Adrenalina aty është pak më e madhe. Për që ato këta të lojnë ty, dush me kumë për mas atje. Këta që në me Harley, këta shkojnë se... Që për më me rrë dhe njëni me shkuti pare, gjë me zonë. Mund t'i ka përsesh për masarin e... Këtë këzdisin, Po jo, se ka regulore, ne edhim këto, ne kem su nga Altet Pisametit edhe presidentit, ne kem pas shumë erë mësafir, por që edhe rrada tani dhe sekretarin promat të rijun në kryesit, që edhe është ma i ri kryesi. Ju në më thonë që ta menagjon si jam as miri, i kem pa edhe më thonë në gjitha të organizime që i keni bërë deri tani, gjitha i keni të venditume, i keni me foto, mbledhet e regjistrume, protokollet e bëme, gjithë shka. Po thasha me mira, për të mirave pas pushimeve, dhe më që keni qenë, ndoshta do të flasim edhe për ato që keni përjetu në pushime, po gjatë pushimeve ka ndodhur diçka me klubin ju, çka u bën klubin ju? Po, është e vërtet që ndaj duke qenë në pushime ne e patëm një bisedë të vogël me disa antarë më të ri që janë tek ne, jo në mosh, por që janë antarë të ri që po të regjistruar. Ka 5 prej atyre ende nuk
e pa të marrë Xhamadanin apo Jelekun me logë të plot. E kam pasur vetëm me shenjat para Ilirët Oslo edhe emrat. Mbas në shpinë s'kam pas asgjë. Ajo do me thënë që çdo antar i ri, jo tash po ka që 2 vite, në të ardhmen që do shpreh dëshirë të bëhet antar i Ilirëve MC Norway, është një periudhë 6 mujore deri 1 vit apo 1 vit e gjysmë, po edhe 2 vite, derisa ta shohim ne se e meriton për ta marrë Jelekun. Do më thënë kushtet e rrepta që i ka një klub, serios. Këto janë kushtet tona, se nuk mund të hapish një Xhamadan apo një Jelek sefte me simbolet, me ngjyrat tona, që janë kuqezi. Nuk mund të njolloset kjo ngjyrë, edhe nuk mund të njolloset edhe emri jon që e kena në shpinë, edhe për atë jena të kujdesshëm që të zgjedhim të drejt, një persona të drejt për në klubin tonë. Siç e dim dhe kena folë më herët tek ju që ne jena familjar, nuk mirëna me punë pisliqe, me kriminalitete, edhe kështu që në të ardhmen jena shumë të koncentruar që gjithë antarët që do shprehin dëshirë, është rregulloria, kjo që është që e kena tash në protokoll. Është prëvetit apo në kohë e caktuar provuese prej 6 deri 1 vit, po mundet edhe 2 vite. Edhe kështu do vazhdojmë. Premënia te lokali, çka ka ndodhur lokal? Se kemi disa foto që publikime. Te lokali biseduam ne me ato antarët e ri që ishin pak më herët, që të bëjmë ca ndryshime të vogla. Ashtu. Por se do bëhet total renovim i lokalit, nuk ishte në listë, si të themi, nuk ishte në program. Se nuk kishim buxhet. Shkurt e shqip buxheti jonë është aq sa që me antarësimin dhe më shumë prej xhepit tonë që e mbajmë klubin, po mirë, jena të kënaqur, për 5 vite kena arritur shumë që të kena në lokalin tonë, se kena klube që janë 10-15 vite, po ende s'kan arritur të kenë lokalin e vetë. Edhe duke qenë 1 javë bëm në pushime dhe më merr ardhi në telefon, po pak si më shehu arazi, që mos shohe si surprizë, mos shove presidenti, si ishim në bashkullet në Tetov, edhe më tregon, shive thot, ka marrë iniciativën Arben Cimili, që është antari jonë i mrekullueshëm me 2 vëllezërit e vet, dhe e kanë bë total renovimin si që e pat vet, dhe që do i postoni në rrjetet sociale tuaja, që me të vërtet ka hije që edhe nuk na shkohet në shtëpi tash, më shumë rrim aty se sa në banesat tona. Unë e Xhamadani te Leku që po e cek me ngjyrat kuqezi, domethënë lokali ka marrë njëjta ngjyra. Ashtu. Po simbolin ton shqiponjës 2 krenare mund mes aty. Edhe motorat domethënë gjithçka që në realitet i nevojitet edhe ta mbush sinin plot kanësi që është në atë lokal. Për neve Malushi kemi qenën 3 ditë radhazi, edhe e kemi një vetën shumë të kënaqur, Bila Lushi thatë me tush patjetër i parkojmë makinat, ta ngojmë Folerianin, edhe të fillojmë edhe ne. Me motora. Të mirë se ardhur. Kështu që me 3 rota. Se me 3 rota mund të kilo me pe. Ska problem ore edhe me 3. 2 para një mas është me be mund t'i pasisë, po. Edhe me 2 mas mundesh. A mundë me 2 mas? E po atër Florian interesohet gjëna i motorat neve, derisa ta rrisim po të kemi punë shumë me këtë zavendës presidentin, si ishte në gjuhën vice-president, vice-president, edhe presidentin pra Taçkon, dhe kemi problem se këta janë më të rrezikshëm, do të shkojmë nga ti tani, që ati po fillojmë. Edhe mu ishim e mrejit duke i përcjell rregullat dhe gjitha statusin që ka kogjatron. Është një pamflet në vete ajo, për me i përmbaj gjitha rregullave, kështu që do të përmesohëm dhe të im të aty. E jo veç unë, po dhe kjo është vlenat për gjitha të shqiptarët, që janë ose që dëshojnë t'i bashkangjitën për klubit motoristëve, ku që i kemi lirë, sonte mësafir për 5, 6 herë, 10 herë nuk e di, po që do t'jenë pjesë e programeve tona çdo herë që do diçka. Samet na tregoni pak atë krahasinë e flamurit kuqezi, gjatë udhëtimeve në vendlindje. Ju keni qenë pjesë organizime ndryshme, eventeve ndryshme që kanë ndodhur vendlindje, si në Kosovë e Shqipëri. Po, ashtu është. Ne personalisht klubi on nuk ka pas organizime në vendlindje. Presim dhe përgatitet që i bëjmë prej tash që në të ardhmen shpresojmë
t'jena shëndoshe mirë, që në 10 dhjetori i klubit ton do festohet në sheshin Ilirida të Tetovës, ku do kese shfaqje të madhe me koncert dhe këngëtar të ndryshëm, dhe atëherë do thirën dhe do bëhen si që ka hije, ashtu është, që shpresojmë që t'jena shëndoshe mirë deri në atë kohë. Por kena marrë pjesë në festet të ndryshme që, si the, ku valon flamuri kombëtar aneman motorave, pin motora në pasasherët që janë ullur pas neve në motor, në festat e në sheshat të ndryshme, është vërtet thëmë kënaqësi, jo, po është një që e njëjta si Gjiron që përmenda nuk përshkruhet, se të marrish pjesë në një fest dhe të dalish në atë paradën me 600 motorista si që ishim në Skenderaj, që ishim në qytetin në Prizren, që bën plisat 20 vjetori në themelimit të klubit të tyre, të blokohet gjithë qyteti prej policisë të Kosovës, dhe të na jepet e drejta neve përparësia motoristave, kjo nuk përshkruhet. Kjo duhet ta përjetosh, ti jesh aty, për të folish, pastaj dhe të bësh pyetje se si kalohet apo si ndjen vetën aty. E kështu që janë me të vërtet emocionuese po edhe të papërshkrueshme. Edhe emocionuese, edhe inspiruese, do me thonë ju edhe i keni inspiru shumë njerëz atje, për shembull, dhe shumë të ri e treja, që me pa në një kënaqësi, se kjo e ka ajo të vetën, për shembull, motori, zëri i saj, varet çfarë Florianit edhe e ka një zë të mirë, po është ma tjetër këto e ma të mëdhajat, edhe të njëjtën kohë ajo bashkimi, do me thonë, ajo shoqënia që është e madhe, edhe ajo, për shembull, krejt ato që ju njoftu njëri me tjetrin që se kanë ditë kush janë ma herët. E tash vjen ajo koha, për shembull, për shkak klubit, për shkak motorit, për shkak entuziazmit që pëlqen motorin ose dy rotat, atëherë ajo lidhet me shumë sene tjera, edhe ku ju i keni taku shumë njerëz, se zakonisht në klube nuk janë njerëz ka në gjitha nivele. Prej njerit për shembull që ka don shumë motorin, edhe deri te ka mjekë, ka police, ka pilote, plot ka që e ka dëshirë motorin edhe në bashkangjitë të një klubit. Në këtë rast i lirët pra që kemi në Norvegji, që faktikisht edhe jemi në burën që i keni marrë iniciativën, se nuk është lehtë edhe me pas klub, sidomos në perëndim, sidomos në Norvegji. Janë klubet e mëdha për shembull që ndoshta edhe nuk të lejojnë, nuk të japin drejtën që ti me dal me leka këtu mu sill për shembull nëpër Oslo, Norvegji këtu, sepse janë ata klubet që kanë 20, 30, 50 vjet, edhe kanë dëshirë ta dinë se kush janë klubet, edhe shteti normal, po në këtë rast, djelmoshat e kanë marrë lejen me dëshirë të madhe, me mbështetje të madhe, edhe nga klubet e mëdha që në Norvegji, të mos ju përmendë emrat, po të njëjtën kohë edhe nga shteti, që kanë drejt me dalë me flamurin, për shembull, edhe norvegjisht, edhe kombëtar, edhe logon, edhe mu thirr për shembull lirit, mos mu thirr Viking. Kjo është ajo e madhja që ta jep shtetit drejtën. Kjo është një proces që ka një kohë gjatë ka kalu derisa u ardhë për shembull për më qel klubi, se nuk është qel po mbledhëm në 3 vete dhe pe qelim. Kjo është proces e gjatë. Edhe e tregon edhe Sameti shumë bukur aty që ka shumë procedura derisa u ardhë deri te kjo. E tash u bën edhe 5 vjet me shumë antar. Besa keni bua edhe një numër të madh tash të antarësimit. Edhe si suport për jemi të regjistruar 36 antar, mos gabofsha. Edhe janë dikundi 5 apo 6 që janë në listë dhe presin, por ende s'kena arrit që t'i marrim në intervju, se si që thash më herët kur biseduam, që protokollin e kena tash pak më të ashpër, mirët njerë një antar i ri apo një motorist i ri shqiptar që ka shpreh dëshirë të vijë tek ne, mirët në intervju tek unë dhe tek kryetari ose tek presidenti, dhe e informojmë për klubin, informojmë gjitha dhe japim si në ushtri ca letra t'i lexon dhe të bëjë një betim që
në atë ditë që do mrije që të më jipët Jeleku, do ta mbroj Jelekun dhe ngjyrat kombëtare si ushtar. Po normal, çashtu të ka Se klubi. Ramadani si cekëm më herët, nuk mund të jepet vetëm ja urdhna merre se je motorist dhe urdhna bashkangjitu me ne. Ka procedura. Ajo është procedurë edhe është edhe një falënderim sepse keni bërë aktivitete të mëdha, faktikisht edhe për gjithë shqiptarët norvegjik këtu. Po. Duke filluar festave, pak jeni gjithmonë keni bërë shajat aty në festave, 17-28 e gjitha ato, e sidomos edhe festën që është për të zhdukurit, që ka qenë një simbol shumë i madh, ku do të jetë prapë ajo edhe në mënyrë më të ndryshme, më të madhe. Po, Florian, tregona pak aktivitetet që do të vinë tash deri në fund vitit, për shembull, çfarë aktivitete i keni? Po, Se ti je sekretar, ti i kina në kontroll. po, si në rregull e kina fillimin e sezonës, që e kina, po edhe e kina pas vitet e qera 28 nëntorin, po edhe prapë dhe bojna një organizim se që kina pas qera herë, po e në ma mirë mund të me bo, nëse kina mundësi. Po edhe fillimi nismja ajo sezone kur nisën e kina si sa në rregull e bojna një start e thonë norvegjisht arrangement që e bojna për fillimin e sezonës, motorat i qesim edhe mund të shme i thejrëm familjen, bashka në plus në ato dhe lokal, njerëzit lokal që janë atë i vinë, në mund me bjetë hamburgera, pije, po edhe dhe kesim që të në arritë visvi formuletten, për të kejnë norvegjisht, visvi formuletten til å ha flere arrangementer med flere folk, som for eksempel at det blir noe større, så håper vi på at det blir mye mer enn det allerede har vært, slik at vi da kan arrangere noe større arrangementer da i fremtiden, på enten sesongstart eller sesongavslutning, og så ha liksom hele årskalenderen da på plass med mennesker som vi kan arrangere. Hvordan får dere støtte, for eksempel? Hvordan kan man støtte dere? På hvilken måte? Ved å støtte oss, så kan for eksempel når vi har disse arrangementene, da, så er det mulig å støtte oss via at man kjøper enten merch fra oss, som vi har tilgjengelig på klubben, når det er enten sesongstart. Og så har man også muligheten til å for eksempel kjøpe drikke og mat av oss der og da på de arrangementene, og det er en måte å støtte oss på. Men så er det jo også å få støtte fra staten. Staten hjelper jo også litt med... Dere har også en grasrute? Ja, en grasrute, ja. Stemmer. Så da skriver bare MC, eller i liret MC Norway, ja, og så kommer du der? A pa që ndërprej tani si fillu Shqipt, pysle me Sametin, bas të udhimeve tua që i keni, edhe tash i ndërpristi për shkak sezonit, dhe tash këtu fillon të bëhet faktot në regji, me pik dek, me guma me baskia nuk vozitet. Sa është qef ajo, këpëton ma? Ku pa e dëshia ajo knarësia që te tash e tregoj, edhe ti tha, kur është moti mirë, knaqesh dyher ma shumë. Nesër kemi një loj futbolli, lunë Shqipëria me Serbin, mirë thash me atë, dhe më Serbin. Do të ketë do një aranjman të kjo, organizim të kjo ati që mund të vinë aty mbështesi shqiptarë tjerë, që nuk janë veçantarë të klubit. Do ketë tek klubi apo tek lokali i lirëve MC Norway nesër një organizim që do jetë i hapur me numër të caktuar, jo se janë shkalojmë që mos marrin pjesë të gjithë shqiptarët të Oslës, me gjithë dëshirë të kishim bërë që të marrin pjesë gjithë shqiptarët e Oslës, se është me të vërtet një lojë ku luan me emocione, edhe kështu që me numër të caktuar për shkakun e lokalit që kena të vogël, nuk kena atë kapacitet. Dikun plus minus të themi dikush ullët, dikush në këmbë, të themi, të rumbullaksojmë dikun 70. Edhe ajo është shumë për 70, të themi. I keni dha një mundësi të mirë të shqiptarë, po, do japim pasi që i keni largu të avolinat, keni bo pak hapësirë më të hapër. E kena bo, do jetë me projektor, do ndiqet gjithë pjesa e futbollit, ku mund të ullën, të shiqojnë, të blejnë pije, edhe të relaksohen, të shofin futbollin. Edhe të shofin klubin, se edhe të shofin klubin, po të shofin... Shumë e mija jo që do të kenë me ngjyrat kuqezit gjithë lokalin. Ashtu se shumë pyetje kina pas para mbas
prej shumë shqiptarëve, edhe të trojeve Po. Shqipërisë, edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë Veriut. Po. Ku e keni klubin? Ku është? Kus është? Tash është mundësia nesër që si e keni, do e bëjmë, është në rrjetet sociale adresa e klubit, apo e lokalit ton, po është shumë thjesht ish lokali i klubit futbollit Rilindja është vetëm pak më poshtë. Në njëtin obor. Nga 21 obor, një 20 metra është më poshtë, edhe nuk mund të humbish rrugën. Shumica e shqiptarëve e din. Po, ashtu sikur që ja tha Floriani në norvegjisht, është shumë mirë sepse norvegjisht i takon gjeneratës tonë, se janë të lindur këto. Unë e di me njerë se po filloj pak Florian me folë në norvegjisht, do e shkon vjedhshëm, harroj që i foli shqip deri tani, po neve të kuptojmë edhe gjithë shqiptarë që sondet për cilin këtu në Oslo, kanë kuptu Florian edhe besoj gjatë shokët e tu, gjeneratës tone, ani pse flasin norvegjisht, po mund t'i bashkangjit në klubit, mund t'i ftosh bile në norvegjisht edhe pak në këtë program, dhe mund t'jenë pjesë, dhe më thonën, pa më parashish, është shqiptar, është pjesë e klubit, unë e di se mota është për shqiptarët, edhe për kombit tonë, pa më parashish se nga cilat ruzil të kësor vinë, dhe nuk do të thotë që ne, kërë thotë Sameti, kemi nga Shqipëria, nga Macedonia e Veriut, po i kemi shumicën edhe sigur beqarë, që kanë ardhe nga Italia, Greqia, dhe ju kanë bashkangjit, dhe japin një kontribut, po gjatë madhë në kuadrë të klubit të Ilirët, duke punuar gjithë se cili matë prirën që ka. Derisa janë klubi, janë motorist, po jashtë klubit edhe jashtë motorit, cili e ka profesionin e vetë. Duke i fillu për avokatit, mjekut, diçka tjetër. Ne dim që dhe Floriani punon diçka tjetër në jetën e përditshme, po ashtu Sameti edhe gjithë ata që janë në klub kanë detyrat e veta familjare, profesionet e tyre, por ky hobi i madh dhe kjo dëshirë e madhe për ta pas klubin, edhe për të ekzistuar një klub i tillë shqiptar këtu në Norvegji, na kënaq neve gjithëve. Është një kënaqësi, domethënë për gjithë shqiptarët, derisa ne shohim se klubet tjera nuk po funksionojnë si duhet, edhe nuk i kemi aktiv, ja që nuk na la Zoti me jetime edhe ne pa pas një klub aktiv, kemi edhe shoqërisë, kemi ju Ilirët, po na kënaqën gjatë verës, ishte program i mirë gjatë verës kur u bë 5 vjetori, edhe 10 vjetori besoj që do të bëhet më i mirë derisa do organizoni në vendlindje, duke i pas gjithë ato motoristë anë në banë botës me dy rrota që domethënë viziton çdo pllumb të asfaltit e tokës tonë dhe tonë atje kur janë vendlindje, atë krahasi do ta ndjejmë edhe ne me juve. Po mirë, tash disa prej antarëve quj, nuk janë këtu. Faktikisht nuk janë në këtë kontinent hiç. Ku i kemi presidentin edhe ata antarë tjerë? E përshëndes presidentin dhe një antar tonin që është i Danimarkës, janë në pushime në Republikën Dominikane, janë në pushime. Me motora? Jo, janë me aeroplan atje, për atje ndoshta mund të vazu motora me qira që kështu nuk u dihet. Me siguri se do të shohim do fotografia. Po. Se s'ma me menja që jesin koma ta. As me taksi. Prapë një kurishti tjetër për me pyet Sametin. Lokali është ndryshu, është zbukuru, dekoru, koxha mirë. Besoj që nuk ka dhe mundësi ma tepër, ndoshta më mirë aty. Po ju keni bën ndryshime edhe në motor, keni ndryshuar edhe motor, sepse kështu është kjo jeta e këtyre motoristëve si ju që jeni. Entuziazmi i madh që keni për të ketë të pasni motor për të bredh rrugëve, domethënë ndryshon nga koha në kohë. Fillimi ka qenë me do motor qerë, nëse kthehemi në ato fotografitë e videot, tash keni bë motor, ajo që thonë motor parking, edhe atë garazhe, se nuk e keni veç klubin, ju keni edhe garazhen e motorave. Ju do të flasim pak edhe për punën e servisimit, e mirëmbajtjes, e gjitha tash keni motor. Ban ta dim nga Koresha çfarë motori ka Sameti. Po, tash kam një Harley Road King, që para këtij e kisha Chopper, por ka qenë Suzuki Intruder, por me Suzukin u përshëndetëm tash jena në Harley Road King. Po ju, Florian? Unë kom një motor që ka emrin Vogue 525 R, ajo është shpartash, po është një brand e reje që ka dalë këtë në Norvegji, një të si Kawasaki edhe si Yamaha në ato që. Floriani ka si trona, e ki pa të filmin tash ka marrë. Tron, gati që ashtu i doget motori. Për që ato është edhe i shpejt ai. Po ma, Floriani është i qetë. Motori është i shpejt, Floriani është i qetë edhe kemi pa shumë nervozitet s'ka motor. I kem shku mbrapa dhe kem vrejt se është i motorist shumë i kujdesshëm.
edhe i gran motorit, vozit motorin pas të rregullave që i kërkon më pari shteti norvegjez edhe vetë klubi ku është antar. Edhe pyetja tjetër në realitet kur Krista Lushi, a lejohet si antar Floriani apo një tjetër pa marrë parasysh ta merr Jelekun ta ketë me vete edhe çetitet? A duhet të jetë patjetër edhe me lejen e klubit apo edhe? Është pyetja nëse është vetën Po, veç vetën. Po. Po, domethënë Klub ti Jelekun nuk e kufizon klubi se më. merr e ke sipas dëshirës tënde, a mund të vozitish vet? A ta merr mendja? Ashtu, por nuk të ndalën askush që mos ta marrë. Po prapë se prapë duhet të bazohet rregullor sa ty, mos bëhet probleme që Po jo dhe jo, tash do vim aty. Ne largona për gjithë që do të thot problematik në akacion, në anën negative e lam manash. Që mos të bie në sy emri i lirët MC Norway në çdo lloj rasti, mos bjere në sy të keq. Se si që e kena cekur shumë herë, nuk jena njerëz kriminal, nuk mirën me kriminalitet, jena familjar të gjithë, dhe kështu edhe klubi nuk do njolloset me gjëra të fliqura edhe do i përshtaten pikës pari se ceke rregullores të trafikut të shtetit norvegjez, e pastaj do i përshtatësh normave që sigurisë tënde, se ne nuk e kena hapur klubin që zoti mos e bëft, që shkojmë të vërosim antarin ton, po e kena hapur për të kënaq, për të ecë në ato rregullore që thot trafiku norvegjez, por edhe siguria jote më shumëre, nëse është edhe 90 zgjen asgjë, ti ngrasish 80-85. Në mendimin tim. Motori është ta përjetosh të kënaqësh, të përjetosh natyrën, të përjetosh erën e një lule, po edhe erën e asaj shtallet ku kalon dikondi. Edhe vojt, edhe kur entron rrotën. Po shumë rëndësi, do me thonë, se motorista zakonisht i kanë, kur jonë në grupë edhe jonë një kilometr të gjatë, për shemë një turnej avantyr, ata jonë gjithmonë me voj, se i ndreshin motorat, se aty s'ka një veja edhe palmoliv. Aty dur të bonë, do me thonë, si s'ki qare pa i ndresh motorin. Ne kena një shprehje, motorist me parfym, era parfym nuk ka. Ja, s'ka. Se motorist, murët era djers, i përlim, duret me vaj, me gjitha, sepse motorist. Neve s'po dojmë të lëvizim nga vendi, e dim që e keni logën mbrapa në shpinë tash të Xhamadanit, është një simbolikë e mirë, 2 flamujve, është motorin mes, po plus e keni edhe atë emrin MC, dhe më që të ndërnan në gjatë, ashtu sikur që kërkon rregullë shtetëror i gjithë aty në klubet motoristëve, ne bisedu ma Lushi ishte pramë, shkoj ne vazhdu më bisedën me Sametin deri vonë, edhe kishëm dëshirë edhe unë nga korreshë që di ma shumë për motoristët, se çka bojnë jetë, a bojnë probleme, a bojnë, më thonë, punë jo të hishme, po ja që vetë Sameti e ceku dhe ta tregoj se nuk janë një grup që në pasion apo edhe në veprime kanë qëllimin e keq, apo negativ, por nga ona tjetër duhet pyesja ata si janë me klube tjera shqiptare, sepse unë nga vetja nga ata që kam pa disa nga klubet, ato veteranat të thishtë e UÇK-s, një klub i motoristëve, ato ndihmuan disa herë edhe në raste humaniteti, atë ishin pjesë, edhe pse ato mirën vetë me ndihma, mbahen domethënë gjallë si klub, por ishin pjesë organizimeve humanitare në disa evente të ndryshme atje në Kosovë. Po janë shumë klube ka që mirën me këta aktivitete dhe veçanërisht që e ceke që ish luftar të UÇK-s janë 3 apo 4 klube të ndryshme, mos gabofsha, janë me emra të ne që jena në kontakt më shumë janë grupi i janë të ndryshëm të qyteteve ndryshme, po organizatori apo kryesori i atimeve është nga Shtimja, të janë klubi UÇK-s të Neredimës, që kanë marrë pjesë në luftë të Neredimës. E pastaj ke brigada 1, 2, 3, ke 3-4 klube gjithë nuk i mbaj mend. Po gjitha klubet është të gjithë motoristët shqiptar janë pajisja edhe janë të koncentruar që sa është mundësia për
kontribu për mirë Po. dhe si mbas mundësisë se sa kena mundësi. Deri tash edhe ne Po. kena pas të ca kontribute të vogla ku kena ndihmu, nuk ka nevojë me emër, një që pat nevojë për një operacion në Kosovë. E di, Nuk e di sa u bë shumë, por murëm pjesë me atë tonën sa e kishim mundësinë, e dërguam një shumë simbolike, edhe ashtu kena marrë pjesë edhe kjo e jetimat e Ballkanit. Po, edhe ati kena gjuar një sumë si mbas neve që mendonim që mund ja vlen, po vetëm mjafton që je pjesë humanitar, se të din populli se kur të na shohin me këto xhamadana dhe me amblemen mbas MC atë gjithmonë i kanë pa në për filmat para shumë viteve në Amerikë që janë vetëm role vagabontash apo vrasje apo atë këte mos i cekim ato fjalët që janë shumë nuk janë për në këtë program e të marrë të kuptojnë se ne jena thjesht njerëz familjar që e kena në zemër motorin, pasion, por jena humanitar. Ta pisim Florianin, e pyeta për motorin, po ti po të pis tani sa kilometra kanë bë klubi. A e keni total, a i regjistron ata apo jo? Sepse kjo është shumë e rëndësishme për kilometrat. Kilometrat se sa kanë bë këtë njerëzit, po... Atë unë mund të ta... Hajde veç presidenti, prapë e pisim, pra. Ta kish parasysh dëmon të timish edhe informatat, për se cilit regjistroj kilometrat, edhe na i tregon totalin, sa metrit e tregon tash. Po i murë shënimet të gjitha antarëve, ban goxha shumë kilometra, se unë po flas për vetën time, sezonin 2025 kam arritur afër 17.000 e diçka, afër 18.000 kilometra, që dikush me makinë se një ban ato për një vit. Se me shku në Tetovo sa metë? E, po, qa me bo. Sa i ki ti, Florian, vetë? Në 8.000 kom bërë shkot verë, vetëm për këtu në Oslo. Vesh këtë vetë, 8.000? Po, 8.000. Po, ti pas ke qenë poshtë edhe e këty, do më thonë. Po, i ka bërë një tu të poshtë. Atëre, me të vërtet knasësia e madhe që patët kohë me ardhë, edhe knasësia më e madhe që më na tregu pak se çka ka pas Ilirët MC Norway gjatë sezonit veror. Me siguri se prap do të kemi emisione tjera, e sidomos kur ma vonë do të ishin edhe fotografiat e lokalit të ri, do me thonë New Bern, është kjo, më me thonë, është bo aq bukur që tha Sameti ma herët as po na dalet mu për aty. E tash na si musafir që jemi, si antar të nderit, më me thonë kështu të klubit, ne po knaqemi aty se po shkojmë edhe për një vetëm me të vërtet, adin një farë knasie, një farë, ajo është për gjithë mundës me ardhë, kur është hapën, për shemë kur janë aty, antarët edhe me pi një kafe, me pa edhe me shiku kanalari. Me pa motorat, ndoshta inspiror dhe shka, ndoshta ki dëshirë. Pa i përjetu këto, nuk e din sa ki dëshirë, se veç mi pojnë për shemën në rrjetet sociale ose në televizion, ndryshë është kur vjen aty edhe e she, e ninat erën ati motorit ose e prek, e sidomos kur e she klubin. Ne ju falenderojmë shumë që erdhët sonte, knaqësia shumë e madhe, edhe me të vërtet në të ardhmen do të kemi edhe emisione speciale për vetë motorin, se qa është motori, për shembull, si është ndërtu historia sajna e kështu me radhë. Faleminderit shumë. Ju urojmë suksese. Nga ana juaj shumë për çdo mbështetje që na jepni, çdo kohë dhe çdo rast keni qenë gjithmonë me ne. Kështu që thash në fillim, ju falenderojmë nga zemra për krajën dhe për këto programe që i bëni me sukses. Ju përgëzojmë pra dhe njëherë për punën, bashkëpunimin dhe për imazhin pozitiv që për jepni komunitetit që tonë këtu shqiptar në Norvegji dhe gjithandej ka keni bo antarë dhe prej ka do të vinë antarë të ri talmen. Më thonë, e alme ju prit me motor të fuqishëm, me shumë kilometra, e me mirësi e kulturë e krenari shqiptare. Faleminderit shumë. Welcome to the best place!